Këtë fundjavë pas pauzës 2 javore shkaku i obligimeve të reprezentacionit për ndeshjet kualifikuese të botrorit në program janë ndeshjet e Xhiros së 14 të sezonit vjeshtor në ligën e parë të futbollit vendor. Dita e shtunë është rezervuar për 2 ndeshje mjaft interesante, duke u bazuar në rënditjen e ekipeve në tabelën e klasifikimit, kështu që në Strumic do të përballen AP Brera dhe lideri aktual në rënditjen e tabelës Vardari i Shkupit. Ndeshja mes 2 skuadrave në rrethin e parë të kampionatit që u zhvilluar në Shkup përfundoi me barazim 2-2, prandaj edhe në Strumic pritet një ndeshje e paparashikueshme. Nesër në program është edhe ndeshja që do të zhvillohet në stadiumin e Strugës, ajo mes FC Shkupi dhe Pelisteri Manastirit. Në këtë ndeshje skuadra e Xhairit do të tentojë të regjistrojë fitoren e parë sezonale. Të dielën në program janë 2 ndeshje tjera dhe atë derbi i Pollogut në Gostivar mes Arsimit të Çegranit dhe Shkëndijës, ndërsa në Kavadar Tikfeshi do të përballet me Bashkimin e Kumanovës. Java e 14 do të kompletohet të hënën me ndeshjen Rabotnički Struga Trimlum. Të gjitha ndeshjet e javës së 14 fillojnë në ora 13.